Sot vllazëni inshallah do të flasim për një temë që Allahu Azza wa Jall edhe pejgamberi alayhis salam i kanë kushtuar rëndësi të veçantë, e që fatkeqësisht shpesh herë ndëgjojmë, lexojmë tema, lajme të ndryshme që njerëz hinë në këtë gjuna. E kjo çka na përmend Allahu Azza wa Jall në shumë ajete e pejgamberi alayhis salam shumë hadithe është respektimi i prindve. Që shpesh herë në vllazëni i shohim në përlajme apo i lexojmë se e rrehi fëmia nanën e vet, apo e qiti prind pi shtëpisë vet, apo lajmet e fundit që i ndëgjojmë se kanë gjetë një plak apo një plak të vdekur vet në shtëpi, sepse krejt fëmia e kanë lanë apo kanë shku jashtë edhe nuk kujdeset kërkosh për ta. Kjo për cilën Allahu Azza wa Jall na ka urdhëruar në Kur'an në shumë ajete, ku thot Allahu Azza wa Jall: "Wa qada rabbuka alla tushriku billahi shay'a wa bil walidayni ihsana." Allahu Azza wa Jall ka urdhëruar që mos më adhuru tjetër kënd përveç se Allahut Azza wa Jall. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Allahu ka urdhëruar që me adhuru vetëm Allahun Azza wa Jall. Pas adhurimit Allahut Azza wa Jall me njerë thot: "Wa bil walidayni ihsana." Edhe mos sill mirë me prind. Edhe mos sill mirë me prind. Në shumë ajete Allahu Azza wa Jall na urdhon, na obligon sjelljen e mirë me prind. Që Abdullah ibn Mesudi një herë pyeti pejgamberin alayhis salam: "O i dërguari i Allahut, cila vepër është më e dashur tek Allahu Azza wa Jall?" I tha: "Namazin kohën e vet." Tha: "Përveç pas kësaj na cila është?" Thot: "Respektimi i prindve." Nuk ka ibadet, nuk ka adhurim ndaj Allahut Azza wa Jall më të madh pas namazit se sa respektimi i prindve. Do me respektim të prindve të adhuron Allahun Azza wa Jall nëse e bën këtë për hir të Allahut. E pastaj një njeri ka shkuar te pejgamberi alayhis salam e i ka thonë: "I dërguari i Allahut, unë po du me dal në luftë me ty." Ka thonë: "A i ki prind gjallë?" Ka thonë: "Po." Ka thonë: "Shko se ti gjihadin, luftën e ki te prind të tu. Shko respekte edhe nga ata." Transmetimin tjetër, ka një njeri te pejgamberi sa më ka thonë: "O i dërguari i Allahut, s'po më me dal në luftë me ty." Ka thonë: "A i ki prind gjallë?" Ka thonë: "Po." Ka thonë: "Shko, respektoj, ndëgjoj prind e tu, për shkak se nëse e kryen këtë obligim, respektimin e prindve, ti e ki kry një haxh, e ki shpërblime sikur se me kry haxhin, e ki shpërblime sikur se me kry umrën, e ki shpërblime sikur se me dal në luftë." Transmetim tjetër, ka thonë pejgamberi alayhis salam një personit: "Shko te nana jote sepse xhenetin e ki te kanë te nanës." Kjo është vllazëni respektimi i prindve, që arrin shpërblimin sikur se me kry një haxh apo një umre, apo sikur se me dal në luftë për hir të Allahut Azza wa Jall. Kjo është shpërblimi i respektimit të prindve. Në transmetimin tjetër thot pejgamberi alayhis salam: "Respektimi i prindve është një prej derave të mesme të xhenetit. Kush don të mon atë derë e kush don të hup." Për këtë Iasid Dhaki, një prej gjykatësve musliman, kur i ka vdek nana, ka kajt aq shumë sa që ka thonë: "Bë sabër." Ka thonë: "Wallahi po bëj sabër, po mu ka mbyll një prej dyrëve të xhenetit. Mu ka mbyll një derë prej derëve të xhenetit." Ai i cili i ka dy prind apo një prind në të falëndron Allahun Azza wa Jall, se me ta ka mundësi me arrit xhenetin. Po edhe me ta, nëse si respekton, ka mundësi me fitu edhe xhehenemin. Për shkak se nuk ka gjuna më të madh tek Allahu Azza wa Jall se sa mos respektimi i prindve. Nuk ka gjuna më të madh pas shirkut, pasi që i bën njëri shok Allahut Azza wa Jall, se sa mos respektimi i prindve. Ku thot Allahu subhanahu wa taala në shumë ajete, një prej tyre thot: "Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a." Adhuroni Allahun edhe mos i bëni shok atij. "Wa bil walidayni ihsana", edhe respektoni prindët e ju.
Edhe respektoni prindët e juve. E thot pejgamberi alayhis salam në hadith që transmeton Buhariu. E kanë pyet pejgamberin alayhis salam se cilat janë gjunahet më të mëdha. Apo në hadithin Abdurrahman ibn Abi Bakrata nga baba i tij ku thot se në ka pyet pejgamberin sram duke na thonë apo dëni më ju tregu për 3 gjunahet më të mëdha. I thanë cilat janë ato i dërguar i Allahut. Tha e para mi bo shok Allahut. E dyta me njëherë mas shirkut apo kufrit mohimit Allahut azza wa jall. Thot është mos respektimi i prindve. Wa kana muttaki'an, thot ka qenë i pështetur, u drejtu, tha ala wa qawlu zur, ala wa shahadatu zur, edhe dëshmia e rrejshme. Dëshmia e rrejshme me shku në gjykatën me dëshmu për dikën, apo kundër dikujt e rrejshëm. Është për gjunave shumë të mëdha. Edhe ka përsërit shumë herë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ka thonë sahab, kish monol mos e kuptum. Për gjunave të mëdha, mas shirkut Allahut azza wa jall, është mos respektimi i prindve. Po jo veç është gjuna i madh. Po thot Ali radhiyallahu anhu, kanë shku sahabët e Ali radhiyallahu anhu edhe me pyet, ka thonë kena ndëgju se ki disa ditoni pe i pejgamberit alayhis salam, që nuk ja ki tregu tjerëve. Po wallahi unë e kam haram mos me tregu ditonin, përveç se nëse më ka tregu mu diçka pejgamberi sallallahu që juve s'ju ka tregu. E thot një që më ka tregu pejgamberi sallallahu është se Allahu azza wa jall e ka mallku atë person i cili pren kurban, therr kurban, edhe një pul të vetme për hir tjetër kujna, jo për hir të Allahut azza wa jall. E therr në pul a në knës për në fest që nuk është e muslimanëve, apo e therr për tjetër kujna, jo për hir të Allahut azza wa jall. Thot Allahu e ka mallku këtë. Pastaj thot ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu e ka mallku edhe atë person i cili nuk i respekton prindërit. Edhe atë person i cili nuk i respekton prindërit. E pastaj vazhdon, thot Allahu e ka mallku edhe ai i cili i lun mexhat. Janë mexhën tjetër kujna. Shkon në shet e ke thur gordhin tën, e ka lujta, e ka qit pak manaton. E ka hongër pak tokën tonë. E thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu e ka mallku edhe këtë. Nëse nuk dojna na me kompit mallkume, do të morujt për këti gjunajt madhë. Do të morujt për gjunajt që njerëz jënë të maru, jënë të ndërtu domat të pleqve edhe jënë mush, edhe hala ka të nejt në përshpia vetëm për shkak se gratë spidurojnë vjehrit. E tash, për ata që shë tash më herët pejgamberi sëmë ka thonë, prindërit janë dyrë të xhenetit. Nëse dën maje, këtë derë të xhenetit, nëse dën lësho që të jashtë. Edhe ngoj masan e grun, e fmin edhe hope këtë derë të xhenetit. E jo veç kaq, po edhe është pi mallkimit të Allahut azza wa jall. Kjo është për ahiret. Po për dynja, se thot dikush hajde se na dynja na është Allahu ma fal. Thot pejgamberi alayhis salam, çdo gjuna Allahu azza wa jall ka mundësi me shty dënimin deri në ditën e gjykimit. Deri ku të vdes, ose dënohesh në varr, ose dënohesh në xhehenem. Përveç se mos respektimi i prindve, dënimi i saj na vjen dynja para ahiretit. Edhe vallahi kjo është e dëshmuar. Kjo është e dëshmuar çka nëse i njeni njerëz të cilët ja kanë bërë prindve ndaj zullum, fëmia ja ka kthy atina. Për një kohë të shkurt, për disa vite, nëse ja ka bërë një zullum prindve, ja kanë kthy familje vet, ja kanë kthy fëmijë vet, edhe atina të njëjtën mënyrë, apo edhe më të keqe. Për shkak se pejgamberi sa ka garantuar këtë. Kema të dinu të danë, ashtu që shja bën dikujna ka me të bë dikush. Nëse te ja bën prindve tu një të keqe, edhe fëmija jëtë kanë me të bë të njëtën të keqe. E në ditën e gjykimit, thot pejgamberi alayhis salam, 3 lloj njerëzish Allahu azza wa jall nuk kam i shiku. Nuk i shikon 3 lloj të njerëzish.
Thot, i pari thot ai i cili nuk i respekton prind. I dyti, ai i cili vazhdon në pirjen e alkoolit edhe nuk pendohet. Edhe i treti, ai i cili e bën një të mirë dhe gjithmonë ja përmend atina që ja ka bërë të mirën, Allah ta bona që ta. Valla të pështova. Valla ishe kontin humbje mos ta kisha bënë këtë mirë kështu me radhë. Pastaj vazhdon pejgamberi sallallahu duke thonë: "Wala yadkhuluna al-janna wa thalathatun la yadkhuluna al-janna." Edhe 3 lloj njerëz nuk kanë me hinë në xhenet. Prapë përsërit parin. 2 tjetër janë tjerë. Po të parin e përsërit ai i cili nuk i respekton prindërit. Ai i cili nuk i respekton prindërit. I pari, i dyti, thot what the youth, dejuzi, ai i cili i sheh familjen e vet duke bëj gjino edhe se interesant. Haj bese trije. Edhe i treti thot pejgamberi sallam, "War rajila", edhe femnat të cilat i përgjasojnë meshkujt. Bëhen sikur burra. Te dyjat që i përmend pejgamberi sallam 3, ato të cilën nuk e shikon Allahu, edhe nuk hinë xhenet, është ky person i cili nuk i respekton prind vllaznik. Ai i cili nuk i respekton prind, as nuk e shikon Allahu azza wa jall, e as nuk hinë xhenet. E pastaj ato çka duhet murujt më shumëti është duaja, lutja që ka mundësi prindi me bëhen ndaj teje apo kundër teje. Pejgamberi sa ka thonë da'watul madhlumi mustajab. Duaja e atina që ju është bë zullum është e pranuar tek Allahu azza wa jall. Në përgjithësi, e lemo nëse ky që ju ki bë zullum, që ju ki bë zullum, është prindi yt. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë 3 lloj njerëzish, Allahu azza wa jall nuk e kthen lutjen mbrapa. Thot udhëtari, i pari, pastaj prindi ndaj fëmijës së vet. Për këta shpesh herë kena thonë, edhe përsërisim që nanat sidomos do të me rujt gjuhët e tyre. Do të me rujt gjuhët e tyre, mos me bo dua ndaj fëmijëve. Mos me lutë Allahun azza wa jall për keq. E she ka thy ndaj bardak, ndaj gotë, ndaj pjat, ut ta thej Zoti qafën. Mos ai kur t'ja thën qafën, më shkon nëpër mjek. Po më ka me të hojtë shumë pe hjeku. Dosh me hjek. Thuj Allahu të dhëzof, Allahu drejtof, se s'bën dua për mirë. Po, vrov të raja. Më para menoj, çfarë doja. Dua, lutje, që Allahu azza wa jall ka mundësi nëse ty ta ka thy zemrën çaj fëmijë. Shumë. Edhe është Allahu që ta ka thy zemrën ti shumë e idhunshme. Ka mundësi ta pranon çat dua. E ti pastaj i vjen pishmoni. Mirë, po nëse për një me e ki meritu, atër dhije se pejgamberi alayhis salam ka thonë, Allahu nuk e kthen mrapsht lutjen, duan e prindit për fëmin e vetë kundër fëmijës vet. Thot pejgamberi alayhis salam, edhe i treti është da'watul madhlum, duaja atina që i është bë zullum. Nëse dikush ka bë padrejtësi, e ti bën dua kundër tij, Allahu ta pranon. Apo nëse ti dikujt e ki bë padrejtësi, ki bë zullum, atëherë Allahu azza wa jall ja pranon lutjen e tina. Ka qenë një prej njerëzve të cilët është quajtur Gjurejj, e ka adhuru Allahun azza wa jall shumë. Aq shumë sa që e ka marrë një shtëpi veç me i boj ibadet Allahu azza wa jall. Edhe vjen një herë nana edhe thret. Ky duke qenë namaz. Edhe thotë o Allah, me prish namazin, mi u përgjigj nanës, apo me vazhdu namazin. Edhe ka vazhdu namazin. Në dytën herë namaz nafile, namaz vullnetar. Në dytën herë prap e thret nana, vjen tjetër ditë, prap ky namaz, thotë o Allah, me prish ajo, hajde se po vazhdoj namazin. Në tretën herë prap çështot nanës ju ka dash diçka. Ky namaz me sahat të fal. Edhe është hidhur nana, ka thonë, Allahu mos ta marr shpirtin pa i pas syt e zinaqarës. Edhe shkon një kohë, një zinaqare e cila u met me barë, e pyesin me kënë ki fëmin, thot me Gjurejxhin.
Thot, me Gjurejgjim, ato që u konë shumë adhurus ndaj Allahut azza wa jall. Edhe shkojnë e marrin ata. Edhe thot pejgamberi sram, një prej rasteve që ka fol fëmia në djep, si ka lind, është Isa alayhis salam. Edhe tjetri është ky fëmia që Allahu azza wa jall ja ka pranuar duan prap Gjurejgjit. Kur e ka lutë Allah, në Allah shtene me fol ki fëmijën të ka zënë kënë e ka bab. Edhe ka tregu. Mirë po duaja e nanës që ka pranuar që mos m'ia marr shpirtin derisa të ishe syte zinaçarës. Duaja e nanës, duaja e prindve, trok nëse ti je prej njerëzve që i ki bot zullum apo padrejtësi prindve tu. Një prej dietarëve të mëdhej, kur ka marrë ligjërat, kanë ardhur njerëz pislarti me ndëgju. Ka ardhur nana ka thonë çu që ti pula me hangër. Çu se s'kan me hangër. Ku çu pi ligjëratës tina, i ka kry punë te nanës që ka thonë, pastaj u kthy pranë ligjërat. Kjo është respektimi i madh. Ali ibn Husein, nipi i Aliut radhiyallahu anhu. Djali i Huseinit, që ka pas emrin Ali edhe ai. E kanë pyet shokët e vet, që ka qenë shumë që ju ka tutë Allahut edhe ka adhuruar Allahun azza shumë. Ka thonë, na po të shohim ty që shumë pe këshyr nanën, pe respekton nanën. Mirë pa as njerëz të kena po të hongër buk me ta. Pse s'po mundësh me hongër buk me ta? Çfarë përgjigje ka thonë subhanallahu. Sa i kujdes që më konë me nanën e vet. Ka thonë vallahi, po tut në momenti kur ugjna me hongër buk. E marr në i kafshat, në i cop mishja, diçka që ajo ai ke po e këshyr copën më të madhe kur ta më dën me kop ta kop djalin. Shkoj. Atë ka ndodhur më shpesh e këshyrin e një drezat, noja, diçka ta më dën, shkon gruaja kop aty kush tjetër. E ky e ka pas derë thot, jom friksu kur ugjna me hongër buk me nanën tem. Mos pi shkon syni, pi jetë syni diçka unë e pe marr, edhe nuk për respektoj nanën. Sen më të vogël është friksu. Do të kështu në të hanë nana pi krejtve që aty në çka shet, çka t'ja kona syni e loçka, e pastaj çka jetë haun. Është friksu se mos pe merr dora e tina në sen që e ka pa nana dhe po hin gjyna me nanën. E shpërblime të mëdha që ka respektimi prindërve të flas në hutën e dytë, wa qulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ba'd. Shumicës prej njerëzve, për shkak se Allahu azza thot, wa khuliqal insanu dha'ifa, njeri është kriju i dopt. Shumë prej njerëzve kur të përmendet dënimet në ahiret apo në dynjë i tej kalon. Po kur ti përmendën shpërblimi e thot ai se çto ka mundsi hi se vapa po bëj diçka sa ma kthan Zoti më të mirë. E thot pejgamberi alayhis salam, ai i cili ka qef që mi ashtu Allah ymrin, mi ashtu jetën me pas jetë gjatë, edhe mi ashtu rizkun, mi ashtu furnizimin, mi ashtu pasunin edhe bereqetin ato që e ka dhonë Allahu azza wa jall, thot atëherë le të respektoj prindët e tina. Respektimi i prindve ta shton ymrin, jetë gjatësinë edhe qënë bereqet në pasunin tënde e në familjen tënde. Pastaj respektimi i prindve është pi shkaktarëve që mi t'i shly gjunahet. Ka një person të pejgamberi alayhis salam ka thonë i dërguari i Allahut, ku mboj gjuna. Ka thonë a e ki nanën gjallë? Ka thonë jo nuk e kam. Ka thonë a e ki tezën gjallë? Pasi që një hadith tjetër ka thonë pejgamberi alayhis salam, tezet janë zaventësuese të nanës. Nëse e respekton tezën ose ki nanën gjallë, edhe sa e ki gjallë, është si me respektu nanën. E thot, a e ki tezën gjallë? Ka thonë po, ka thonë shko respektoje. Ndëgjoje ata, sepse respektimi i prindve, e në kitë ras zaventësuesi së nanës është tezja, thot është prej shkaqev që ti shlyn gjinohet. është prej shkaqev që ti shlyn gjinohet. Po jo veç kaq. Hadithi i gatë të 3 personave, të cilët kanë shku me një udhëtim, kur ka ra shi i madh, janë hi me një vend, edhe i ka ra guri. Ka hi me një shpel, ka rshit guri, ju kam bulu, ju kam nshel dera për medalë. Edhe të tret kanë fillu, ka thonë të lusim Allahun azza wa jall me vepra të mira që e kena bo veç për hir tina.
Edhe këta do të me pas se cili prej neve me lanë, jo një, por shumë vepra që i bën për hir të Allahut që e din veç Allah. Mos e di kërkosh hiç tjetër. Edhe me këtë e lut Allah. Kur je në zorin më të madh, e lut Allahun azza wa jall. Thot një ndër pyetën hadithi i gjallë për tri njerëz që kanë bërë vepra të mira. Një pyetën thot o Allah, unë prind që i kam gjallë. Sa herë kam shku me miel, lëpt e dele që akum pas, mas pari i kom dhonë ushqim me pi prindve e pastaj fëmijëve. Thot njerë ka ndodhë kër jom vonu, jom shku të shtëpia prind kam flajt. Thot kom nejt aty edhe s'kom pi une, e as fëmijët, e as gruja deri sa jenë zgju. Kër jo zgjuja kom dhonë aty në mas pari e pastaj kina pi në tjertë. Thot Allah nëse kom bo këtë vepër për hitë Allah të zgjel, që në këtë vend me dalë këtë guri për dalë për këtuj. Edhe është qelë këtë guri dhe kanë dalë. Nëse te e kini vepër të mirë, edhe jenë zërë më të madhë, lutë Allah në zgjel thua Allah, që të vepër që e kom bo për hirir të andë. O Allah mundësën ma që për hatër kësaj vepër që e kom bo për hirir të andën, me ma largu këtë brengë, apo këtë smundje, apo qëka do që kiti nej problem. Edhe kjo është synet e pejgamberit sallallahu që e ka përmend këtë hadith. E një prej vepra që ty të largën në i sprov, në i dërë të madhë që e ki, është respektimi i prindve. Sa që pejgamberi sallallahu ka thonë, ridallahu fi ridal abawayni, knatësia e Allahut është në knatësinë e prindërve. Kur ti i knaq prind, e ki knaq Allahu në zëll. Wa sakhat Allahi fi sakhati abawayni, edhe hidhrimi i Allahut azza wa jall është në hidhrimin e prindërve. Nëse te e hidhron prindin tën, e ki hidhru edhe Allahun azza wa jall. E pastaj thot pejgamberi alayhis salam, pe veprat që të shtin në xhenet është respektimi i prindërve. Ka një person të pejgamberit sa thot po unë për po falna. Ka një person të pejgamberit sa ka thonë dërmi Allahut. Unë dëshmoj la ilaha illallah edhe Muhammed rasulullah. Thot edhe fali namazin, e jepi zakatin, e agjeroj muajin e shejt të Ramazanit. Ajo më në banorëve të xhenetit, thot ai i cili e bën këtë, është në xhenet me pejgamberët e Allahut, është në xhenet me shahidat, edhe me njerëz të devotshëm, nëse i respekton prind. Kjo është kushti. Nëse i respekton prind, ka mundsi namazin që e bën, edhe nuk je respektues ndaj Allahut azza wa Allahu mos me ta pranu çat namaz. Mos me pas asnjë sevap çat namaz. Namazin e ki obligimin e kryen nuk dënohesh nëse që se ke fal namazin. Mirë, po shpërblim skipi çati namazin. Për shkak se nëse e bën një ibadet që e ki farz, e kryen farzin plus farzet ki shpërblim. Po nëse e kryen veç farzin, e ki kry obligimin për shpërblim në ki. E për ata, pejgamberi alayhis salam na ka thonë se shpesh herë dikush thotë vallai, shumë i kom dal haku prindërve. Shumë i kom qyr. Pejgamberi sa thotë njëri nuk i del haku prindërve. Derisa vetëm një rast. Nëse dikush e ka nxon rob, në kohë të luftës e ka nxon shkijet rob, edhe ti e pagun për me liru për robëris. Në qatë kohë, i del haku. Njëherë, Abdullah ibn Omerit duke kry, e ka pa një person duke kry haxhin, e ka kap nanën në qafë, e tu bota afë. E pyet Abdullah ibn Omerin, thot, a i kom dal haku nanës? Se këshyre tawaf po bëj me të në shpinë. Thot, vallaj, vetëm një dhimë që e ka pas nana jote gjatë shtatzanis nuk i ki dal haku. Vesh një dhimë, e vujtjet, e probleme që i ka pas ajo gjatë shtatzanis. Apo, sa i kon të fëmi, e ki kajtë është dosh me qyrë, a ki temperaturë, as ki temperaturë, e me të nejtë gati me antibiotika, me të nejtë gati me ilaqet të ndryshme, e së herja ki prish gjumin e knatësit, e të mirat, prindërve tu, nuk i del haku. Për ata pejgamberi sallallahu me këtë përfundoi, ka thonë me një hadith, mirë për ata, mirë për ata, mirë për ata, ta sahabët kush është ajo i dërumi Allahut, që 3 herë po thu mirë për ata. Tha pejgamberi sallallahu mirë për ata i cili i ka prind gjallë e nuk bëhen shkaktar prind me hija në xhenet. Për shkak se respektimi i prindve është një prej dyrëve të xhenetit. Është një prej ibadeteve
që nëse e bën për hir të Allahut azza e arrin kënaqësinë e Allahut azza. E arrin kënaqësinë e Allahut, e arrin xhenetin e Allahut azza. Ata e lutem Allahun të na përmirësoj gjendjen tonë. E lutem Allahun azza të na falë çdo mëkat, çdo gabim, çdo lëshim që e bojmë, e që na falë Allahu azza në këtë dunjë edhe në ahiret. E lutem Allahun të na përmirësoj gjendjen tonë shoqërore, që fatkeqësisht shpesh herë i shohim, i ndëgjojmë, apo edhe i përjetojmë disa prej apo të afërmëve, apo fëmijëve, apo dikujt që i njohim që nuk i respektojnë apo i bëjnë zullum prindët e tyre. Allah i fal, e na fal. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum, ibadallah li wa lakum, ibadallah li wa lakum, ibadallah li wa lakum.